Allahu Azza wa Jall për kësi njerëz që janë të pacip dhe sharlatan. Allahu Azza wa Jall ka folur për ta edhe ka thonë në Kur'an: Innal ladhina yu'dhuna Allaha wa rasula, ata që e shqetësojnë Allahun dhe pejgamberin e tij, Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, la'nahumullahu fid dunya wal akhirah. Allahu i mallkoft ata në dunjë dhe në ahiret. Kështu tha Allahu. Allahu i mallkoft dhe i ka mallkuar ata në dunjë dhe në ahiret. Wa a'adda lahum 'adaban muhina. Edhe për ta në ahiret, po mund të jetë edhe në dunjë, ka përgatitur dënim të dhëmshëm. Ka përgatitur një dënim poshtrues, dënim të dhëmshëm dhe poshtrues për ata njerëz të cilët e shqetësojnë Allahun dhe e shqetësojnë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Kështu tha Allahu i madhërisëm në librin e tij. Pastaj Allah Azza wa Jall ka qëran pas ka folë Allah, i ka mallku direkt ata që e shqetësojnë Allahun dhe pejgamberin e tij. Si ta shqetësojnë? Nëse njëri e shqetëson me cilën do metodë që ai e shqetëson, është i mallkuar nga ona e Allahut Azza wa Jall dhe njerëzve krejt muslimanëve. Ai njeri është i mallkuar.